familja, çfarë ju ka thënë familja për punën dhe misionin që ju kishit ndërmarrë? Përmostojnë që shumicën e kohës keni qenë larg kësaj, apo jo? Po, kum qenë shumë larg, tash unë vjen shumë keq, se shumë stres kam pas ata ndaj me, por në Sarajevo, për shembull 2 vite e gjysmë edhe me pas dalin nga Sarajeva, nuk kom mujtë të dal nga Sarajeva. Po, keni qenë i burgosur disi, apo jo? Po, i burgosur kom për qenë 1400 ditë. Po, prandej është puna si vështire kom pas, po mas vështiri e kom pas se familja ime nuk e ka ditë që ajo gjalla vdekon. Do me thonë, vujtjen e tyne 2 vite e gjysmë, shumë kanë qenë të forta, për shembull se nuk kanë pas lajm. Bile më kujtohet kur dola nga Sarajeva, shkova në Ancona të Italis, edhe nga Ancona hera e parë pe marrë telefonin dorë edhe pe thirrni numrin e shtëpim Prishtinë, më lajmërohet vllau, edhe unë thëmë, syla jam, a din? Ai vllau thot, i cili syl? Kur syla, a din? Se azani nuk ma njif ke as kur gjë thash. Syla jam, Ali, vllau ju thash. Edhe ai nana më tregon mandej, tha fillun lëtë mi shku, tha gjallë je, thash gjallë jam, dhe kështu filloi biseda, mandej traumat e atje, shkova në hotel, më kujtohet si sot në hotel e ndeza dritën e shuka dritën, se nuk një ku besesha si mund me ndes dritën, muj me hy në banjo, a din këto senet, se 2 vite e gjysmë vërtet kanë qenë shumë të vështira, dhe në Sarajevo, atë dikush tash vetëm të them, a din si nështë Ukraina ja ka mujt, se në Sarajevo 220.000 vdekun është një numër shumë i madh, në Kosovë na i kena 12.000, ai shumë është edhe 1-2, mos flas 12.000, po në krahasim me Sarajevo me 220.000 me 10.000 të vdekun është një numër shumë i madh.